Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka përplasur përsëri koalicionin Vlen dhe nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, ku të parët e lëvderojnë e Osmani e kritikon. Nga koalicioni Vlen theksojnë se ligji ka marrë vullin evropiane dhe së shpejti do të hyjë në parlament. Sipas tyre, ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është dëshmia më e qartë se ajo që për 2 dekada është përdorur si slogan, alibi dhe vegël shantazhi politik, po shndrohet në standard ligjor të mashëm dhe të zbatueshëm. Për herë të parë, përfaqësimi i drejtë nuk mbetet peng i vullnetit politik qeverive, i pazareve partijaka apo i manipulimeve zgjedhore, por rregullohet me ligj të qartë, të detyrueshëm dhe të mbikëqyrshëm. Me këtë ligj, Vlen e mbyll hallkën kyçe të marrëveshjes së ohrit. Sipas Vlenit, faktet janë të pamohueshme, pasi për të njëjtin ligj mendim pozitiv ka dhënë edhe Komisioni i Venecias dhe se ky vlerësim sipas tyre e rrezon përfundimisht propagandën e BDI-s, e cila ata thonë se për vite fliste për përfaqësim, po kur nuk pati guximin të rregulloj atë me ligj. Nga ana tjetër, nënkryetari i partisë opozitare BDI, Bujar Osmani, thotë se ky ligj është shembull klasik i mashtrimit politik. Sipas tij, ligjet nuk bëhen për njerëz me qëllime të mira, por ai thotë se ligjet bëhen pikërisht kur vullneti i mirë mungon për t'i mbrojtur qytetarët nga padrejësia dhe arbitrariteti i pushtetit. Balancuesi ka vepruar para punësimit ex ante, e ka parandalu shkeljen, nuk e ka regjistru pasi është bë dëmi. E ka kthy barazin nga vullneti lirë në detyrim kushtetues. Ky propozim ligj i ri e bën të kundërtën, e zhvendos barazin nga e drejtë në dëshirë, nga obligim në politikë publike, në një shoqëri me paragjykime reale etnike. Osmani thotë se kur ligji lën hapësirë, padrejësia gjithmonë e shfrytëzon. Ai thekson se ky ligj nuk duhet të kalojë, pasi siç thotë Osmani, është paketim i një çmontimi me titull të bukur dhe përmbajtje bosh. Balancuesi, shton Osmani, ishte instrument konkret për zbatimin e amandamentit 6 të Kushtetutës, jo deklaratë politike dhe i ka mbrojtur të gjitha komunitetet në çdo nivel.